Në një linë drejt për drejt në Skype, kemi Anira Gjonin, specialiste në Institutit të Gjeoshkencës. Anira, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Atëherë, si parashikohet tjetë moti sot, por edhe për gjatë javës. Javën e kaluar, sikur se kemi parë, mbizotëruan rreshtet e shiut, vranësirat. Po, kjo javë do të ndodhet në ndikimin e rreshjeve. Moti do të jetë i ngrohtë, temperaturat të larta, por do të jemi në ndikimin e rreshjeve. Këto 2 ditë të para të javës nisin me rreshje me intensitet të shtuar, pothuajse në të gjitha qarqet. Problematike për ditën e sotme shohim qarkun e Shkodrës, ku presim të kemi rreshje intensive dhe lokalisht shkojnë shumë intensive, shoqëruar këto me shtrëngata. Gjithashtu në qarqet e Kukësit dhe Dibrës presim që të kemi rreshje mesatare dhe lokalisht shkojnë deri intensive, ndërsa në pjesën tjetër të qarqeve për ditën e sotme presim që të kemi rreshje mesatare. Problematik për ditën e nesërme paraqiten rreshjet në qarqet e Vlorës dhe Gjirokastrës, ku presim që rreshjet të jenë mesatare dhe lokalisht të shkojnë deri intensive, shoqëruar këto me shtrëngata. Ndërkohë, në vendet malore, referuar temperaturave dhe intensitetit të rreshjeve, ka shanse për rreshje bore apo edhe në vendet malore shi? Jo, rreshjet do të jenë kryesisht në formën e shiut dhe fokusi kryesor duhet të mbetet në qarqet që unë përmenda, pasi intensiteti i shtuar i rreshjeve mund të shkaktojë edhe problematika në qendrat urbane, gjithmonë referuar edhe gjendjes së kanalizimeve apo të terrenit. Për sa i përket temperaturave, më konkretisht për ditën e sotme, për maksimalet pra të hënës, presim që në Bregdet të jenë 17, në zonat e ulta të shkojnë në 19 dhe në zonat malore presim që maksimalet e ditës të jenë 14. Për ditën e nesërme, dita e martë, minimalet presim që të zbresin në 13 në Bregdet, maksimalet 17. Në zonat e ulta presim që minimalet të shënojnë 14 dhe maksimalet shkojnë deri në 20 gradë, ndërsa në zonat malore minimalet presim që të shënojnë 8 dhe maksimalet të shkojnë deri në 16 gradë. Dhe në vendet bregdetare, era pritet të shkaktoj problema apo nuk do të jetë problem? Për ditën e sotme, po, presim që era të ngelet e fortë për sa i përket Bregdetit, kryesisht në jug perëndim të vendit, pra qarku i Vlorës, Bregdeti mund shkaktoj problematika për sa i përket ankorimeve apo pjesës së bregut, për shkak të erës, e cila në momente do të jetë deri e fortë. Ndërsa për ditën e nesërme presim që të kemi një qetësim të erës, e cila do të fryjë e lehtë deri mesatare. Anira, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Faleminderit.